يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, Allahu i madhërisëm e ka zbritur, e ka pru për neve një fe, ajo është feja islame, dini islam, që nëse njeriu don me pas si një jetë të mirë, por një herët në këtë dunjë dhe një jetë të mirë në ahiret, në botën tjetër, atje në xhennet, e pason e ndjek këtë fe. Allahu Azza wa Jall është i kënaqur që neve na zgjodhe islamin për fe. Allahu Azza wa Jall këtë din e ka zbritur, këtë Kur'an e ka pru, edhe këtë sunnet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Allahu Azza wa Jall ka marrë në dorë çështën që ne do ta ruajmë atë. Nuk ja ka lënë në dorë sikurse ja ka lënë atyre umeteve të mëhershëm, e të cilët pastaj e devijuan atë që e zbriti Allahu Azza wa Jall. Ndërsa Kur'anin, këtë din, Allahu Azza wa Jall e ka marrë në dorë që mos me deviju njerëzit. Edhe nëse del një grup të cilët devijojnë, parap janë një grup të cilët janë muna atë që e ka kërku Allahu dhe pejgamberi alaihi as-salatu wassalam. Mirë po Allahu Azza wa Jall se si, cilën metod, përmes kujt e runë këtë tradit pejgamberit, këtë din të Allahut, përmes kujt kanë e bëri që mirujt kufit e fesë, që nëse del pastaj një grup, një njeri ose grup njerëzish të cilët janë të devijuar, e që këta me dalë, mi rregullu, mi thonë që ja nuk është bashkë qishtu. Nëse dalin disa njerëz që i bëjnë senet të ndaluara të lejuara, edhe të lejuara të ndaluara, janë disa njerëz që ju tregojnë që jo nuk është bashkë qishtu. Pra Allahu Azza wa Jall i bëri disa njerëz me i rujt kufit e fesë. E kush janë këta njerëz? Këta njerëz janë dietarët. Këta njerëz janë njerëzit e dijes, ata që Allahu i bëri me i rujt kufit e fesë, që përmes tyre me rujt dinin komplet. Kështu e përmeni pejgamberi alaihi as-salatu wassalam. Një hadith që ka sjellë Imam Bezari, al-Baihaqi dhe disa të tjerë, dhe hadithi kë si Imam Ahmedi ka thonë është i vërtet, Imam Hakimi ka thonë është i vërtet, dhe Hebi është pajtu me saksinë e tij. Ndërsa thot në këtë hadith, thot pejgamberi alayhis salam, yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluh. Këtë fe do ta bartin berez pas berezi njerëzit më të mirët, njerëzit më të drejtit, do ta bartin dietarët. Pra e tregoi pejgamberi alayhis salatu wasallam që këtë fe me bart, ashtu që është ardhur prej Allahut dhe pejgamberit, gjenerat pas gjenerate do t'jenë dietarët. Dhe i emëroi pejgamberi alayhis salatu wasallam dietarët si njerëzit e drejtë. I emëroi si njerëzit më të drejtit dhe më të mirët. E çfarë bën tjetër? Tha pejgamberi sa yanfuna anhu tahrif al-ghalin. I hekin disa tepërime këta njerëzit më të drejtit, dietarët, ja hekin disa tepërime që disa njerëz i futin në fe. E ato lloj teprime, si ka thonë Allahu, si ka zbrit pejgamberi, si kanë pas ato gjeneratat e para,
Këta dalin dietarët edhe kësi lloj teprime që ja bin fe, ata ja hekin prej fejes dhe i thonë, s'është kjo prej fejes. S'ka nevojë mu tepru çështja, pastaj edhe në sendet çka nuk janë. E çka bojnë tjetër tha pejgamberi selam, wa intihalul mubtilin. Edhe disa njerëz kur shpifin krejt diçka, ose shpikin diçka të re në fe dhe i thrasin njerëzit dhe ju thojnë njerëzve se kjo është prej fejes. Këto duhet me vepru, se kjo është prej fejes. Po kush janë ata që ju tregojnë njerëzve që kjo nuk është prej fejes, se këto s'është anë fejnë tonë kjo, ata tha pejgamberi alayhis salatu wasallam janë njerëzit më të drejtit, e ata janë njerëzit e dijes. E çfarë bëjnë tjetër? Tha ata edhe i mbrojnë njerëzit wa ta'wil al-jahilin, edhe kur i bojnë disa interpretime, edhe disa zbërthime, që ato zbërthime i bojnë një grup ignorantësh. E kush del dhe i tregon se këto zbërthime çka janë bon, si të Kur'anit dhe të sunetit pejgamberit alayhis salatu wasallam nuk janë të vërteta, tha pejgamberin këtë hadith, dalin njerëzit më të drejtit, dalin dietarët. Apo e vereni se sa vlerë i dha Allahu azza wa jall përmes pejgamberit njerëzve të dijes. Njerëzve të dijes që i quajti njerëzit më të drejtit, që vinë gjenerat pas gjenerate i quajti njerëzit e dijes, edhe i bëri këta shkak me i rujt kufit e fesë. Po e bin një shembull në hadith që është në dy sahih, në Buhari Muslim edhe në vende koleksionet e tjera të haditheve. Një hadith që sigurisht e keni ndëgju, po e bijun e për shkakun që po vjen për temën. Vjen prej Ebu Saidin el-Khudri radhiyallahu anhu, ai thotë se na tregoi një ditë pejgamberi alayhis salatu wasallam për një njeri i cili njeri në fakt ishte kriminal. Ishte vrasës dhe let për të ishte me derë gjak njeriu. Edhe kishte mbyt njerëz, ai veç vet, kishte mbytur njerëz atë shumë, sa që kalonte numri i njerëzve që kishte mbytur në 99 njerëz. Por, i mbyti gjithë ata, që është në hadith e ka thonë pejgamberi selam, vrasësi, është në zjarmin e xhehenemit, është i kërcënuar, e që dikush ka bo komente që nuk është të sakta, por ka bo dikush komente që ai që është vrasës, ai mbetet në zjarmin e xhehenemit, s'del kur. Nuk është e sakta, por ka që ka shumë kënë shku për vrasjen. Ndërsa, tregon pejgamberi për këtë njeri, i mbyti 99. E kur i mbyti, i unë gjallë ndjenja e besimit një tru, edhe janis tha, mos ka naj njeri të dijes, që ma spjegon çështjen ta ves, pra kërkoj me lyp një njeri të dijes, që ta pës për hallin tem se, që tash mu ka këthjel truri mu, e i mbyta 99 njerëz. Edhe e dërgun atë tek një ibadetxhi. Rahin i kënë thonë, tek një ibadetxhi, por nuk e dërgun bashkë tek njeriu i dijes. Se dallon ibadetxhi edhe njeri i dijes, dallojnë. Edhe e qunë tek ibadetxhiu. Kur i tha, o ti njeri i mirë, ky vrasësi, tha o njeri i mirë, ka marrë udhë, rrugë të gjatë për me artë të ti me të pytë. A ka bërna e lej pendimi për mua, se i ka mbytur 99 njerëz. Mirë pa ibadetxhiu, a e llogariti me ibadetin e vetë. A i s'kishte siguri që vazhdimisht veç një ibadet rrike s'kishte siguri, e po dënë me dhënë ty siguri që 99 njerëz i ke mbytur. Çfarë më tha? Çfarë shpëtimi për ty? Ti pas kemi 99 njerëz, nuk ka shpëtim për ty. Edhe kjo nervozu pse ja dha këtë përgjigje. Thanë me që s'pas ka shpëtim për muta edhe ty pa të rahat ai. Edhe atë e mbyti. Por prap, ajo ndjenja e besimit në zemrën e ti. Edhe tha, dërgënëm lypke njerëz ku ka në njeri të dijes, për një me të dijes, ta pës. Edhe i thanë, andash me shku, për të njeri i dijes që për një me të sëqarën sendet, mori ultim për dije që kë. Mori ultim për dije. Sa e ka vlerësu Allahu veç rrugën tënde me marë për dije. Sa që është në hadith tjetër, të kjo hadith për e noli pak, është në hadith tjetër që nëse e merë një rrugë, delë për i shpis tënde, me shku me pyt një djetar, një hoxh, një alim, një që mësën njerëzit, veç kur ta merë për i shpis tënde, e merë rrugën për me shku të aj hoxhët, aj djetari, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, meleket i ndalin dhe të shtërojnë flatrat e tua pse je të shku me mordije.
Kthehemi te hadithi që më fol, të ngjarja. Pastaj tha qënëm edhe e dërguan, që atje është një i dijes. Kur shkoi atje, i tha o ti njeri i dijes, o ti dietar, unë thot i pata mbyt 99. Por tash e bona rrafsh i bona 100. 100 njerëz i kam mbyt, ja kam humb jetën e tyre. A ka bërë ndaj pendim për mua? Njeriu i dijes tha, Allahu të mëshiroft, tha, si po thu këtë llaf. Pa ka kush që të nal mes teje dhe Allahut Azza wa Jall. Po për nga jeti, a ka kush që ka ndaj pengesë mes teje dhe Allahut kur pendohesh sinqerisht? Po për nga jeti tha prej vendit. Vetëm se tha, ti largohu prej vendit se je në vendin e kriminalëve. Është mësim që me kriminalët do të murujt edhe mësmenajt. Tha ti je në vendin e të këshive. Largohu prej atij vendi e shko te një vend i mirë. Është atje një fshat, atje njerëzit i patë gjithë të mirë dhe pendohu Allahu Azza wa Jalla, nëse pendohesh sinqerisht Allahu ta pranon. Dhe a di çka ndodhi? Pra shkoi fillimisht me mordije, tash si sjelli çfarë mrekullia, sjelli Allahu për shkak veç pse kërkoi dijen, edhe ndjeki fjalët e njeriu të dijes. Edhe shkoi apo shkoi. Tu shku rrugës, erdhi momenti me ndrujet. Në gjysë rrugës. Edhe ku erdhi momenti me ndrujet, erdhen meleket që i marrin shpirtat e njerëzve të këqij. Edhe meleket që i marrin shpirtat e njerëzve të mirë. Edhe ata të këqive, meleket të ishin kjo është për neve, se kjo është vrasës. Këta tjetër ishin është për neve, të mirë. Për të mirë, që ja marrin shpirtin meleket, që ja marrin shpirtin njerëzve të mirë. Thanë kjo është për neve, se kjo është pendu. Edhe ata, jo kjo për neve, ja tjetë është për neve, Allahu e dërgoi një melek në formën e njeriut, me tregu se edhe njeriu si qenje, sa pozit ka tek Allahu Azza wa Jall, e në veçanti kur bëhet i mirë. Edhe e dërgoi, ai kaloi pranë ta, çka i kap ju melek? Tha na kap se ja on mja mor shpirtin ja, pala tjetër që për çit arsye. Tha atëherë tha, unë po ja u dha zgjidhjen. Cila zgjidhja? Matnë tha, prej fshatit ku nis, për të fshatit që po shkon, ka është më afër, është nga çaja on. Dhe Allahu Azza wa Jall është on transmetime të vërteta. Se Allahu Azza wa Jall para se më nis me mot këta melek, hapësirën te vendi i mirë, dhe prej vendit ku po ndroje tek vendi i mirë, dhe prej vendit ku po ndroje te vendi i keq, Allahu Azza wa Jall i ka shpall tokës. Ka bërë mrekullira në tokë, diçka të jashtëzakonshme krejt. I ka thonë tokë, afrohu pak, këtu nga vendi ku është nisur. Dhe toka u tkurr, edhe kur e matën meleket, duhet që qenë ka më afër vendit të mirë. Dhe Allahu e fali dhe ja morën shpirtin meleket që i morin shpirtat e mirë. E pruna këtë ngjarje për çka? Me tregu se Allahu Azza wa Jall atë shumë ja vlerësoi punën e tij, veprën e tij, rrugën e tij, atë shumë e vlerësoi, e ajo ishte me shku të dija, me marr dije dhe me hes sipas dijes, atë shumë ja vlerësoi Allahu këtë, saqë edhe tokës i shpalli që tokat të kurrët për me kon pastaj mullogëri për njerëzve të mirë. Çka tregon ky hadith? Ky hadith tregon për vlerën e madhe të njerëzve të dijes dhe vlerën e dijes dhe vlerën e atyre që ndjekin rrugën për në dije. Prandaj, Omar ibn Abdul Aziz që përmenda poshtë, i qaj ishte prisi besimtarëve për një kohë të shkurt. Edhe i qaj selam udhëheqësit të Himsit, si me thonë tash udhëheqësit të Prishtinës. Udhëheqësit të Himsit i qaj selam. Tha selam ki prej prisit besimtarëve Omar ibn Abdul Azizit. Kjo është tabin, po edhe prisi besimtarëve. I tha ki selam, shkon krejt qytetin tënd, halakat dhe shiko çdo njëri prej tyne që është dalë dhe ja ka nisë me marr dije, dhe ai është i interesuar për dije, e rrina për xhamia me marr dije, me mësu, e me lezu me studiu, a di çfarë këshilla e dha? Halakat ku të gjojsh brenda qytetit tënd i ja jep nga 100 dinar. Çdo njonit nga 100 dinar, po tjetër, edhe tjetër tha, mos i le ata me punu, por këtë shka ka nevoj për jetën e tyre, ti hekja shpenzimet, për shkak se ata janë duke u mirur me dije. A di së i bin 100 dinar?
nëse i llogarit 100 dinar, që rrjedhin prej kohës pejgamberit në kohën e Omer ibn Abdul Azizit, me parën e sotit i bjen për afërsisht një 27.000 euro mja dhonë. Çdo njanit veç që ka nisë rrugën e dijes, po kështu ai njeriu i dijes e vlerëson të dijen. Kështu ata të parë të vlerësojshin dijen dhe njerëzit e dijes, veç se ka nisë me marr dije, e o e ko qitë interes, hargjimet, hekja kejt shpenzimet, ati djali hekja kejt ati qoftë grua po djali, hekja shpenzimet, dhe në çdo njanit afro 27.000 euro të sotit, jepja, letikon kuletën e ti, në gjepin e ti, edhe shpenzimet hekja kejt. Pse kështu? Sepse ai e di këtë çfarë vlere, por kështu të parët tunë kishtin njohurise, çfarë rëndësie ka dija. Prandaj ata u mirëshën shumë, prej tyne, Ibn al-Mubareku, një prej të parëve tunë, që ka një 1200 vjetë që ai, kur ka ndru jetë, prej tash, parafërsisht, edhe e kishte një mësës, po ky ishte vetë dietar, por i kishte ende gjallë mësusat e tij. Ata dietarët që kishte marrë mësim prej tyre, Abu Bakr, prej tyre ishte Abu Bakr ibn Ayyashi, një prej dietarëve mësusave të tij. Edhe ndëgjaj i shkoj zëri se Abu Bakr ibn Ayyashit, hoxhës tina, ja ka nis pak më ter kuleta, ja ka nis pak mës me pas të holla, e pastaj njerëzit ja nisën qëre, t'i dhojnë ato pare, ama ana përgjigje që shpo kena qef. Veç pse i kenar kësi zonë Abdullah ibn Mubarekut, që Abdullah ibn Mubareku edhe ka nufkën Sheikhul Islam, mësuesi i Islamit krejt. Ati çfarë ndodhi? I mori një 4.000 dirhem të asoj kohës, i mori, i shtinin zarf, edhe ja qaj mësuesi dë vetë njeriu të dijes. Se kjo e di këtë çfarë vlere ka dija, edhe njeriu i dijes, i ja qaj 4.000 dirhem të asoj kohë, që i bjen parafërsisht një 8-9.000 euro. I ja qaj në kulet, edhe i tha selam ki për inzonë si tanë. Këtu për ti dërgaj që mos të bëhen shkak njerëzit, me të që do pare për t'i dhonë do pare vishë përgjithë më qysh pa kam qefone, por ti t'jesh aj kryesori, ti përgjithë qysh ka thonë Allahu dhe pejgamberi alejhi as-salatu wasalam. Prandaj, Imam Ahmed ibn al-Adhra'i, kur ka thonë për me folë për djetarët, ka thonë al-waqi'atu fi ahli al-ilmi min kaba'iri dhunub. Nga që kjo ata të pare tunë, tha me bo me folë keq për njerëzit e dijes, ata e dishin çfarë vlerë ka njeriu i dijes. Thanë me bo me folë keq, për njeriu në dijes, thanë është prej mëkateve më të mëdhaja. Prej mëkateve më të mëdhaja, as të mëdhaja, sa që Ibn Asakiri, një prej dietarëve të tjerë, kur ka folë për këta njerëz ka thonë, wa man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi. Kush prej njerëzve thot, kush prej atyne e liron gjuhën e tij dhe flet keq për njerëzit e dijes, ibtalahu Allahu Ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi, thot bili atë njeri Allahu ka me ndëshku që duke qenë gjallë, para se me vdek, ka me bo me i vdek zemra ti. Çka do me thonë me të vdek zemra? S'ki mund ndjenja, s'ki shijet i për imanin, imani jëtë nuk vrehet më, nuk i dashuri për ato që ka orë nga ona Allah dhe pejgamberit, pra bëhat si një zemër të vdekur. Pse? Veç pse ke full, keq për njerëzit e dijes. Dhe Ibn Asakiri kur flet, kjo të kuptohet për fjalës e Allahut, kur Allah ka thonë, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes ata njerëz që i thejnë urdhrat e mi, se ata do t'i godet një fitnë, një sprova e madhe, ose dënim i rënd do t'i godet ata. E sprova e madhe tha është kur flassh për njerëzit e dijes, Allahu të sprovon, ban që zemra jote me kone vdekur duke qenë gjallë ti. Elusmi Allahun Azza wa Jall na fal na mëshiron. Elusmi Allahun Azza wa Jall për njerëzve të dijes të na bën. Elusmi Allahun Azza wa Jall me njerëzit e dijes atje në xhenetin ata kanë. Elusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu muslimanëve të ndihmon këtë në botë që janë, e neve atje me pejgamberin xhenetin ata kanë. Walhamdulillahi rabbil alamin.